Mark Zuckerberg, si çdo STEM person, e di që intimidimi dhe luajtja me imazh në shumë kryesore. Ky është njëti person që bënte sikur s'dinte të pinte ujë përpara kongresit, edhe pastaj bënte brenda një muaji bënte video se sa mirë bënte surf edhe se si pinte ujë pas mundjes. Është njëti person, është një strategji edhe shumë mirë. Unë do bëja më shumë se ai do bëja po të ishin në atë pozicion. Si çdo bënte kushdo. Po pse duhet që njerëzit ta besojnë imazhin me gjithë zemër? Është njëti person Mark Zuckerberg që në 2006 gjë shumë e trisht Plex, pse nuk kanë asnjë gjë tjetër valla. Po janë gjëra që kemi bërë gjithmonë, sidomos në inxhinieri në vit parë. Të gjithë e dinë që shumë njerëz mundon të intimidojnë të tjerët, për thënë, unë bëra më shumë, ti e bëra këtu, na bëra këtë, unë e bëra 10 herë më shumë këtë, si se ke bërë ti. Është pjesë e mentalitetit të njerëzve që merren në fusha ku progresi është transparent dhe i matshëm. Thjesht kjo ndodh. He is one of us. E kuptoj mendsinë e tij. Ky është i njëjti person që në 2006 shkoi i veshur me shapka dhe me rob disham për të folur me investitorët, për të bërë si një gjeni, nuk s'pa takot vishesha, nuk it's all a show. Kur Elon Musk thot nuk kam kohë të shkoj në shtëpi, jetoj I live in a trailer. Po, he actually lives in a trailer dhe vuan Elon Musk sepse do që ne të shkojmë në Mars më shpejt se. Ose një budallë tjetër që ishte By the way, bëni donacione në Buçi Podcast dhe çdo 50 cent i çojmë Elon Musku që të bëjë një shtëpi si gjuna.